Besoj o Zot, ndihmom në pabesin time. Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. E diela e 4 e kreshmeve të mëdha na vendos përballë një tabloje të dhimbshme dhe thellësisht njerëzore. Një fëmijë i pushtuar nga e keqja, një baba i dërmuar nga dhimbja dhe një grup njerëzish të pafuqishëm për ta ndihmuar. Në këtë errësirë shpirtërore dëgjohet një klithmë që përshkron shekujt. Besoj o Zot, ndihmom në pabesin time. Kjo nuk është vetëm një frazë e një ati, por lutja e çdo shpirti që lëkundet mes besimit dhe dyshimit, mes shpresës dhe dëshpërimit, mes dritës dhe hijes që shpesh mbulon zemrën njerëzore. Atmosfera e pjesës sotme të ungjillit është tragjike, por jo pa shpresë. Fëmia është shkatëruar dhe munduar trupërisht dhe shpirtërisht. I hedhur herë në zjarr, herë në ujë, si një simbol i njeriu që humbet kontrolli mbi vetveten dhe bëhet rob i forcave që nuk i kupton. Ata që e rrethojnë, madje edhe nxënësit e Zotit Krisht, duken të pafuqishëm. Kjo pafuqi nuk është thjesht mungesë force, por mungesë besimi të gjallë. Ata kishin marrë dhunti, por nuk ishin thelluar marrëdhënien e tyre me burimin e kësaj dhuntie. Dhe kështu përballë të keqes, njeriu zbulohet i zbrazët kur nuk është i mbushur me praninë e Perëndis. Këtu zbulohet një e vërtetë e madhe shpirtërore. Pengesa më e madhe për mrekullinë nuk është fuqia e demonit, por dobësia e besimit njerëzor. Jo sepse Perëndia kufizohet nga ne, por sepse ai respekton lirinë tonë dhe pret përgjigjen tonë. Ai qëndron në derë dhe troket, por nuk e shkatron derën e zemrës sonë. Megjithatë, pikërisht në këtë pikë të errët lind dagimi. Kur babai thotë, nëse mund të bësh gjë, ndihmona, Zoti Krisht e zhvendos qendrën e problemit. Nëse mund të besosh, të gjitha janë të mundura për atë që beson. Kjo kthes është vendimtare. Nga një kërkesë e pasigurt lind një rrëfim i sinqert. Besoj o Zot, ndihmom në pabesin time. Kjo është pika ku njeriu pushon së justifikuar i veten dhe filloi të zbulojë të vërtetën e tij të brendshme. Kjo lutje është një nga lutjet më autentike në të gjithë shkrimin e shenjtë, sepse nuk është heroike, por reale. Nuk është e përsosur, por e vërtet. Dhe pikërisht, kjo e bën të fuqishme, siç na mëson dhe Shën Joan Gojarti. Perëndia nuk kërkon besim të përsosur, por zemër të përulur që kërkon ndihmë. Në këtë përulësi, njeriu bëhet i hapur ndaj hirit dhe lejon Perëndin të veprojë aty ku ai vet nuk mundet dot. Në këtë të diel, kisha jonë e shenjtë përkujton edhe Shën Joanin e Shkallës, i cili përshkruan jetën shpirtërore si një ngjitje të mundimshme, por të bekuar drejt bashkimit me Perëndin. Në librin Shkalla Hyjnore, ai e sheh besimin jo si një ndjenjë kalimtare, por si një vendim të përditshëm, si një qëndresë ndaj dyshimit dhe një përkushtim ndaj së vërtetës. Ai shkruan: besimi është krau i lutjes, pa të ajo nuk mund të ngrihet drejt qiellit. Kjo na kujton se lutja dhe besimi janë të pandashme. Njëra ushqen tjetrën dhe të dyja bashk hapin rrugën për ndërhyrjen hyjnore. Fjalët e Zotit tonë Jezu Krisht: ky lloj demoni nuk del vetëm me lutje dhe agjerim, zbulojnë një dimension tjetër të rëndësishëm. Lufta shpirtërore kërkon përpjekje konkrete. Nuk mjafton dëshira për të besuar. Kërkohet një disiplinë e brendshme, një pastrim i zemrës, një kthim i vazhdueshëm drejt Perëndis. Agjerimi nuk është vetëm përmbajtje nga ushqimi, por një shkëputje nga çdo gjë që na robëron. Lutja nuk është vetëm fjalë, por një gjendje e shpirtit që jeton në praninë e Perëndis. Në këtë drejtim, etrit e shkretëtirës na japin një dëshmi të gjallë. Një vëlla i dëshpëruar shkoi tek një ava, tek një atë në shkretëtir dhe i tha: Ava,
Kam rënë shumë herë dhe nuk kam më shpresë. Dhe ati ju përgjigj me qetësi. Ngrihu përsëri. Kur vëllai e pyeti, deri kur? Avaj i tha, deri në vdekje, sepse njeriu gjendet ose duke rënë, ose duke u ngritur, dhe lutu që kur të vijë Zoti të gjejë ngritur. Kjo histori e thjeshtë përmban një thellësi të jashtëzakonshme. Shpëtimi nuk është një vije drejtë, por një luftë e vazhdueshme, një ringritje e përhershme dhe e përditshme. Kryepiskopi Anastas i lumuri na thotë, në botën e sotme, kjo perikope merr një kuptim edhe më të thellë. Shohim rreth nesh forma të ndryshme të pushtimit, varësi, ankth, zbrazëti shpirtërore, dhunë, humbje kuptimit të jetës. Njeriu modern ka shumë mjete, por shpesh pak paqe. Ka shumë informacion, por pak dritë të brendshme. Dhe si atëherë dhe sot, ekziston rreziku që edhe besimtarët të mbeten në një besim sipërfaqësor, pa fuqi transformuese, mbyll kryepiskopi Anastas. Megjithatë, Krishti vazhdon të jetë i pranishëm edhe veprues. Ai nuk e braktis botën e errësirën e saj, por e thërret në pendim dhe besim. Ai na kujton se e keqja nuk është e pathyeshme dhe se njeriu nuk është i destinuar të mbetet rob i saj. Siç thot Shën Isak Siriani, zemra që është e përulur dhe lutet me zjarr bëhet tempull i fuqisë së Perëndisë. Kjo do të thotë se transformimi i botës fillon nga transformimi i zemrës. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, në këtë kuptim, Kreshma e Madhe është një ftesë për një revolucion të brendshëm. Ajo na thret të ndalemi, të reflektojmë, të pastrojmë zemrën dhe të rikthejmë marrëdhënien tonë me Perëndin. Është koha për të pranuar dobësinë tonë pa dëshpërim dhe për ta kthyer atë në lutje. Është koha për të thënë me sinqeritet, besoj o Zot, ndihmom në pabesinë time, sepse në fund gjithçka varet nga kjo. A do të hapim neve zemrën tonë? A do të kthejmë në sen tonë në një pot të besimit? A do të lejojmë që drita e Krishtit të hyjë dhe të depërtojë në errësirën tonë? Kjo e diell na mëson se edhe besimi më i vogël, kur është i sinqert, mund të bëhet fillim i një mrekullie. Se edhe një zemër e plagosur mund të bëhet vendbanim i hirit. Dhe se ai që thërret nga thellësia e shpirtit, besoj o Zot, ndihmom në pabesinë time, nuk është më vetëm në errësirë, sepse tashmë ka filluar të ecë drejt dritës së ngjalljes. Amin.